Me hapjen e kutive të para të numërimit në vend, nisi edhe hapja e votave të diasporës të cilat kanë shkaktuar tensione në parkun olimpik. Partia Demokratike ka kërkuar që të veçohen votat e Greqisë me pretendimet e parregullsive. KQZ ka pranuar që vetëm votat e Greqisë të mëvetësohen dhe të vijojë procesi i numërimit me të tjerat në sallën e Feti Borova. Ajo që ra në sy në orët e para të mëngjesit pas debatave në sallë dhe me përfaqësuesit e KQZ, ishte prania e kreut politik të diasporës për PS-n Tauland Balla dhe sekretarit të PD-s Flamur Noka në një distancë jo të largët mes tyre. Ata kanë ndjekur së bashku procesin e numërimit të kutisë së parë të qarkut të Korçës për diasporën. Lidhur me këtë proces nuk ka munguar dhe reagimi nga Flamur Noka, ku është shprehur se do të numërohet çdo votë e diasporës, ndërsa theksoi se do të veçohen thasët me votat të Tauland Ballës. Në konferencë për mediat, kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi tha se PD nuk ka dërguar asnjë provë për shkelje të ligjit me votat në Greqi, por gjithsesi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur ta pranojë kërkesën e Partisë Demokratike për të bllokuar procesin e numërimit të votave të diasporës nga Greqia. Pas urdhrit që Flamur Noka ju dha dhe numëruesve të PD-s që të mos hapin asnjë zarf të ardhur nga Greqia, KQZ ka dalë me një vendim ku bllokohet numërimi i votave të diasporës nga ky shtet dhe do të vijohet në numërimin e shteteve të tjera.